gjithësisht pra qeveria e tashme, apo që është ndërheqje, apo eventualisht opozita të merr nga se prafërsisht është një balans i votave, edhe vështirë është kjo të rregullohet. Mendoj që ajo çfarë po lajmërohet se kise me dielën përfundojnë kjo, jo, më së pari do të sipas kushtetutës, ata thonë ekspertë e kushtetutës, njohësit e kushtetutës, se së pari do të konstituohet parlamenti, mandej të jetë marrëveshje politike për zgjedhjet e ardhshme. Edhe realiteti është kjo, kur s'ka një qëndrim përbashkët shtetëformues mes korpusit politik shqiptar, atëherë s'kem çka mendoj që më mirë është zgjedhjet e reja. Zotri Bishi, në një situatë të tillë kë e vlerësoni si më tepër fajtor. Në një anë është lëvizja vetëvendosje, që po insiston në emrin e Albolena Haxhiut si kryeparlamentare, në anën tjetër janë partitë opozitare, ti quajmë kështu, të cilët nuk po votojnë pro këtij emri. Po nuk është çështja tash e Albolenës, një kandidatja që po insiston tash vetëvendosja, por është e asaj që kjo nuk po ka votat e duhura, pa më parasysh një kandidat të ofrojnë, prapë nuk do të jetë votat që mund të funksionojë kuvendi me një mundësi, për shembull, miratimit, qoftë ndryshime kushtetuese, ligje me rëndësi të veçantë, marrëveshje ndërkombëtare, ku duhet të ketë 2/3 pra prezent kvorumit, mandej me vota thjeshta. Më njëherë vjen gati më pak se një viti kur janë zgjedhjet për president dhe si presidente, atëherë do të vijmë në situatë njëjtë zgjedhjet e parakohshme. Për arsye se nuk ka një marrëveshje e tash kush është fajtor. Çdo parti që ka shumicën është fajtor, ose duhet të gjenë shtekdalje duke bërë koalicion me një parti të madhe politike, këtë rast PDK-n apo LDK-n, i takon vetëvendosjes në koalicion me Guxha, dhe të funksionalizohet kuvendi, mandej krijon institucione, qeveria edhe institucione të tjera. Mendoj se në këtë mënyrë është një ngërç politik edhe zgjedhja më e mirë është që në takimin radhës të jetë një marrëveshje politike, të kalohet kjo të konstituohet kuvendi edhe të shkohet të caktohet data e zgjedhjeve të ardhshme. Pra, sigurisht po thoni, por edhe po duket ashtu tjetë që lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat e nevojshëm për ta bërë as qeverinë, me që nuk i ka as për kryeparlamentar. Mendoni se i gjithë problemi buron tek mungesa e një koalicioni të vetëvendosjes me një prej partive më të mëdha opozitare, që mbasaj do të siguronte më tepër numra? Po, nga fillimi kom aluduar atë, nuk po arrihet kryenesia i natët tona politike, ku ta diune që shkojnë edhe në fyrje nga fillimi, pra, i kërëve të vetëvendosjes, mandej edhe çështje tjera, betonora të disa partije politike, krijon ngërsin edhe kjo, pa mundësi shtekdalje dhe mires është që mos mu përplas mandej vazhdim për një seancë konstituyente tjetër, nga se kjo të shkon pafund, ose duhet presidentja të ndërhyjë i 3 partitë politike për një marrëveshje, edhe kjo të shkohet në zgjedhjet e reja. Në anën tjetër, zotri Bishi, pra ju jeni anëtare dhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka pasur një ftesë për koalicion nga vetëvendosje. Ka gabuar, LDK-ja dhe një farforma ka qenë bllokuese, siç ka pasur edhe shumë zëra, bllokuese e formimit të institucioneve, me që ka pasur një ftesë dhe nuk i është përgjigjur pozitivisht. Po tash nuk jam në udhëheqësi të strukturave